Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet me shpërplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët të Allahut xheleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës argumentimi i ringjalljes. Do të bazohemi në dy ajete të surës An'am, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, kujt i përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë, thuaj Allahut. Ai ja ka bërë detyrim vetes mëshirën dhe me siguri do t'ju të bojë në ditën e Kiametit, për të cilën nuk ka pikë dyshimi. Ata që kanë humbur shpirtrat e tyre, në të vërtetë nuk do të besojnë asnjëherë. E Tij është çdo gjë që pushon natën dhe ditën. Ai dëgjon dhe din çdo gjë. Ajeti 12 dhe 13 i surës An'am. S'ka dyshim pra të nderuar dëgjues dhe shikues se të shikuarit e gjurmëve të popujve të shkuar, të cilët u dënuan dhe u shkatëruan për shkak se mohuan të vërtetat, ndikon shumë në thellësitë e njerëzve. Sepse këto gjurmë që ndodhen në librat e historisë trupëzojnë të vërtetën folëse dhe atë të prekshme. Për këtë, Kurani famëlart vazhdon dhe na thot: shikoni dhe nuk thot mendoni. Kurani në këto ajete flet dhe për ringjalljen, me një metodë të mrekullueshme, e cila është ajo e pyetjes dhe e përgjigjes. Pyetësi dhe përgjigjësi është një, i vetëm, dhe kjo është prej metodave më të bukura letrare që ndodhet në këtë libër të fundit qellor. Por cili është argumentimi i ringjalljes? Ky argumentim këtu përbëhet prej dy parahyrjesh. E para, Allahu thot: thuaj, kujt i përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë? Më pas me njëherë Allahu përgjigjet pyetjes dhe thot: thuaj Allahut. Sipas kësaj parahyrjeje, e gjithë bota ekzistuese është pronë e Allahut të madhëruar. Në dorën e Tij është gjithçka dhe Ai është rregulluesi. Dhe parahyrja e dytë thuhet: vërtet Allahu është i vetëm dhe i pashoq, është burimi i gjithë mëshirës. Ai ka bërë detyrim vetes së Tij mëshirën dhe u jep të gjithëve prej mirësive të Tij. Ku thuhet: ai ja ka bërë detyrim vetes mëshirën. Pra Allahu xheleshanhu mëshiron njerëzit në momentin që njerëzit gabojnë dhe kthehen me pendes tek Ai, dhe Allahu hap dyert e mëshirës dhe i mirëpret përsëri njerëzit të cilët rikthehen tek Ai. A është e mundur për një Zot si ky që ta ndërpres serialin e jetës së njerëzve me vdekjen, duke ndaluar përsosurinë dhe vazhdimin e saj? A është në përputhje kjo me të qenurit me qenin e Allahut, begatues dhe posedues i mëshirës së gjerë? Përsëri lindim pyetje tjetër: a mund të jetë aq i ashpër ndaj robëve të Tij, që t'i zhduk ata pas një periudhe kohe dhe të shndrohen në asgjë, ndërkohë që Ai është sunduesi i tyre dhe rregulluesi i çështjeve të njerëzve? Sigurisht që përgjigjja e vetme për të gjithë këto pyetje është jo, sepse mëshira e Allahut xheleshanhu është e gjerë dhe bën që krijesat në përgjithësi dhe njeriu në veçanti të drejtohen ka rrugës së plotësimit dhe përsosurisë, njësoj siç vepron me mëshirën e Tij ndaj farës më së vogël, e cila shndrohet në pemë më të madhe, në një pemë të fortë, apo kur me mëshirën e Tij e shndron një pikën e spermës së pavlerë në një njeri të plot. Po kjo mëshirë e bën dhe njeriu, i cili në të ka mundësinë e përhershme që të vesh petkun e një jete të re pas vdekjes së Tij, në botën më të madhe, në të botën e ardhshme. Dora e mëshirës së Allahut e shtyn njeriu në rrugën e plotësimit dhe të përsosurisë të përhershme. Prandaj, pas këtyre dy parahyrjeve, ajeti vazhdon duke thënë:
dhe me siguri do t'ju tuboj në ditën e Kiametit, për të cilën nuk ka pikë dyshime. Pra pasi thurëm disa pyetje në lidhje se pas kësaj jete do të ketë një jetë tjetër, dhe Allahu me siguri na e vërteton se do t'ju tuboj në ditën e Kiametit, thot Allahu, për të cilën nuk ka pikë dyshime. Vërtet ajeti fillon me një pyetësor konstatues, nëpërmjet të cilit kërkohet që dëgjuesi të konstatojë. Përderisa kjo është e natyrshme, njësoj siç ishte tek politeistët, të cilët pohonin se sunduesi i kësaj gjithësie nuk janë idhujt, por Allahu Zoti një dhe i vetëm. Atëherë, përgjigjja e të gjithë pyetjeve vjen me njëherë, e kjo është një metodë e bukur për paraqitjen e çështjeve. Në vende të tjera të Kuranit, ringjallja argumentohet me rrugë dhe metoda të ndryshme, me rrugën e ligjit të drejtësisë, të përsosurisë dhe të urtësisë së Allahut. Mirëpo, argumentimi me mëshirën që e përmend ajeti 12 dhe 13 i surës An'am është argument tjetër në lidhje me ditën e Kiametit. Në fund të ajetit tregohet për fundin e politeistëve kokfort, të cilat nuk morën mësim nga e kaluara, por vazhduan në kokfortësinë e tyre dhe kryenëqësinë, dhe kjo kryenëqësi dhe kokfortësi i solli veç se humbje në këtë botë dhe në botën tjetër. Ata të cilët e humbën kapitalin e ekzistencës së tyre në tregun e kësaj jete. Ata nuk u besojnë të vërtetave. Ku thuhet në Kur'an, ata që kanë humbur shpirtrat e tyre, në të vërtet nuk do të besojnë asnjëherë. Pra Allahu tashmë i ka dënuar si në këtë botë dhe në botën tjetër, i ka dënuar me mbyllje të shpirtrave të tyre ndaj pohimit të vërtetës, ndaj besimit së vërtetës, ndaj rrugës së drejtë, dhe ato kanë humbur tashmë vlerën më të madhe, shpirtrin e tyre për një gjë të pavlerë, për një humbje kohe në këtë botë dhe humbën të vërtetën e botës tjetër dhe rehatin e shpirtit të tyre. Allahu na ruaj nga kjo gjë, por do të kishim disa argumente në mesin ton që na tregojnë edhe të mirën, por edhe të keqen. Çfarë bëhet me të mirën dhe çfarë bëhet me të keqen. Sa e habitshme është kjo shprehje. Ka raste që njeriu humbet pasurinë e tij, postin e tij, ose një lloj prej llojeve të kapitaleve të tij. Në këtë gjendje ai humbet diçka që nuk është pjesë e ekzistencës së tij. Është humbje reale, e vërtet, dhe më e madhe është kur njeriu humbet origjinën e ekzistencës së tij. Pra njeriu humben tashmë rrugën e drejtë dhe kjo rrugë e humbur e çon veç në një humner, në një errësirë, si në këtë botë dhe në botën tjetër, Allahu na ruaj nga kjo gjë. Vërtet, armiqt e së vërtetës dhe kryenëqët, ata e humbasin plotësisht kapitalin e moshës, humbasin të menduarit, të arsyetuarit, si dhe të gjitha dhuntit shpirtërore dhe ato materiale, që duhet të shfrytëzojnë në rrugën e së vërtetës për të arritur shkallën e përsosurisë. Kështu që, për ata nuk mbetet as edhe një lloj kapitali. Lind tashmë një pyetje. A mund të thuhet se jeta e përhershme është vërtetuese e mëshirës së Allahut, i cili është Allahu i madhëruar, dhe kjo jetë e përhershme dhe mëshira e Allahut është vetëm për besimtarët, ndërsa për të tjerët ajo mund të jetë fatkeqësi dhe vështirësi? Përgjigjja e kësaj pyetje vjen si më poshtë. S'ka dyshim se Allahu është ai i cili mëshiron, sepse ai e krijoi njeriun dhe i dha atij mendjen, i dërgoi profetët për ta udhëzuar dhe udhëhequr, i dhuron lloje të ndryshme mirësish dhe ka hapur para tij rrugën për jetën e përjetshme dhe përhershme. Të gjitha këto janë prej ngjyrave të mëshirës së Allahut të plotësishëm. Njeriu pra të nderuar dëgjues dhe shikues, gjatë rrugëtimit për të arritur këto fryte të kësaj mëshire, këto ngjyra të kësaj mëshire, mund të devijoj nga rruga dhe e shndron këtë mëshirë në fatkeqësi dhe dhimbje për veten e tij. Mirëpo, kjo nuk ja mohon të vërtetën mëshirës, sepse është njeriu ai që fajsohet për devijimin për kësaj mëshire dhe për shndrimin e saj në dëshkim dhe dhimbje për veten e tij. Pra Allahu mëshiron,
Allahu i mirëpret të gjithë krijesat e tij të kthehen në rrugën e drejtë, jo vetëm besimtarët. Besimtarët mund të kenë një nivel ose një grad më të lartë se sa njerëzit e thjeshtë, të cilët tashmë kanë filluar të besojnë tek Allahu xhaleshanhu, por kjo nuk do të thotë që bëhet një diferencim midis besimtarit dhe jo besimtarit, sepse Allahu i pret të gjithë, sepse të gjithë ne jemi krijesa të Allahut xhaleshanhu. Prandaj e lutim Allahun e madhëruar gjithmonë që i themi na udhëzon në rrugën e drejtë, na udhëzon në rrugën e shpëtimit dhe na bëj prej atyre të cilët vazhdojmë në këtë rrugë të drejtë, të pashkëputur dhe na forco zemrat tona në dritën e besimit dhe mos na bëj prej atyre të cilët e humbin këtë vlerë të madhe shpirtërore dhe mos na bëj prej atyre të cilët humbasin mëshirën tënde si në këtë botë dhe në botën tjetër. Inshallah qofshim për atyre të cilët, siç e themi gjithmonë, që dëgjuam dhe u bindëm, të jemi prej atyre të cilët bindemi fjalës së Allahut xhaleshanhu, sepse po t'i bindemi dhe të bëjmë siç ka kërkuar Allahu xhaleshanhu, shpëtojmë veten tonë si në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe ju asiguroj që njeriu do të jetë edhe më i lehtësuar nëse ecën me fjalën e Allahut xhaleshanhu. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.